të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Profesor, mirë se erdha. Mirë se u gjej. Profesor, po e nisim me këtë vështërsinë e KQZ-s për të organizuar edhe një palë zgjedhje të radhës, thanë se nuk kanë buxhet, do të kërkojnë këtë nga qeveria. Ministri i Detyri Financave tha se do të bëjnë përpjekje që të bëjnë një zgjedhje, beson që do të ketë buxhet të mjaftueshëm për të organizuar siç duhet zgjedhjet e jashtëzakonshme me 28 dhjetor. Po, keni të drejtë, është vështirë për arsye se nuk janë planifikuar me buxhetin e vitit 2025 këto palë zgjedhje, pra të parakohshme dhe të jashtëzakonshme. Prandaj aq më tepër është vështirë për KQZ-n sepse nuk ka mjetet mjaftuara. Këto zgjedhje kushtojnë mjaft shumë, pra mbi 8 milion parafërsisht euro dhe vështirësi tjera të natyrës institucionale dhe organizative janë, sepse ne nuk kemi tashmë as kuvend dhe as qeveri në këtë vend, dhe mekanizmat para përgatitjes që është qeveria për buxhetin eventual të jashtëzakonshëm ashtu siç janë zgjedhjet, dhe mandej miratimin në kuvend nuk mund të bëhen sepse qeveria nuk ka mandat, është jashtë mandatit, kuvendi është i shpërndar apo i shpërbër. Pra, është vështirë, por natyrisht që brenda suazave ligjore, ministrin e detyrë dhe qeveria në detyrë do duhet të gjenin mjetet dhe do duhet domosdoshmërisht të sigurohen mjetet për këtë cikël të parakohshëm dhe të jashtëzakonshëm zgjedhor. Po, jashta buxhetit do të ketë KQZ-ja ose pritet të ketë vështirësi edhe në pjesën organizative, profesor, duke qenë se sa i patëm edhe një palë zgjedhje do të kemi sërish. Po patjetër, sepse është ngarkesë shtesë, sepse siç e tham më parë, këto palë zgjedhje nuk janë para pa as me buxhet e as me mandat. Me mandat 4 vjeçar, pas një mandati 4 vjeçar më saktësisht kanë qenë zgjedhjet e shkurtit të nivelit qendror dhe ato janë përgatitur, për aq sa janë përgatitur, në to ka pasur mjaft lëshime dhe gabime, dhe janë përmendur ato që të mos i përsërisim. Tani, patjetër që në rrethana të një cikli të parakohshëm dhe të jashtëzakonshëm zgjedhor, me një afat të kondenzuar, jo sipas atyre afateve ligjore që parashihen 6 muaj përpara fillon përgatitja e zgjedhjeve, domosdoshmërisht ndonë se edhe brenda mandatit 4 vjeçar duhet punuar tërkohën KQZ-ja dhe sekretariati i tij e komisionet komunale zgjedhore, tash i kanë 40 ditë në dispozicion edhe më pak se kaq, dhe kjo paraqet vështirësi të natyrave të ndryshme. Mirë, po duke pasur parasysh përvojën e komisionit qendror, veçanërisht sekretariatit, që i ka përballuar me vështirësi, çfarë do qofshin ato, po me sukses dhe rezultate të lakmueshme, mesatarisht të lakmueshme, gjitha këto palë cikle zgjedhore që nga viti 2000 këndej, unë shpresoj që do t'ja dalin, i kanë tani më partitë politike emrat e atyre që komisionarëve, vëzhguesve të tjerë që i kanë dërguar në zgjedhjet e shkurtit, sigurisht do duhet njëjtit t'i dërgojnë përsëri, kanë pasur trajnime ndonse të paskoshme dhe të pamjaftueshme atëherë dhe të pakta, ishte shumë tepër të kenë kohë dhe të trajnohen komisionarët për ta kuptuar procesin dhe për ta zbatuar. Tani ata do trajnohen në këtë kohë sa ka mundësi, sepse afatet janë gjithnjë të kondenzuara këtu edhe për fushatë edhe për zbatimin e planit operacional. Pra vështirësi sigurisht do të ketë, po me që këtë punë e bëjnë ata, këtë punë e kanë, ka tani më në avansime në digitalizimin e procesit zgjedhor dhe mendoj që do ta përballojnë me sukses. Po, dhe profesor është bërë realisht shumë zhurmë edhe për këtë datë, 28 dhjetor, partitë e ish opozitës